Çdo që ta ketë bërë një gjë të tillë, unë kam përshtypjen se duhet ndarë në qenie inferiore dhe superiore. Dhe ato ishin qenie dhe janë qenie inferiore, të cilët në një rast aksidenti, kur një djalë që si ka mbushur 18 vjeç, aksidentohet, pritet që të vi ndihma e shpejt, pritet që të vi policia, pritet që të vi ambulanca, pritet që të vi një ndihmë nga njerëz rreth e qark, unë nuk e di se çfarë guximi, nuk e di çfarë budallëku, jo guximi, se nuk duhet guxim për një gjë të tillë, e shtyn një njeri nga kulmi i ignorancës, paditurisë, pandjeshmërisë, nuk e di në çfarë stallash janë rritur, janë familje, por që t'i bëj një video dhe ta postoj dhe t'ia shpërndaj gazetarëve të njohur dhe personazhe të njohur të një djaloshi i shtrirë për tokë, i gjakosur, një pamje makabre. Jemi njohur me pamje makabre sepse unë personalisht e bëj këtë profesion që nga viti 2001-2002, ndoshta e mësuar gjithçka. Por në rastin konkret, askush nuk mendoi për familjen, për familjarët. Çfarë do mendojnë ato kur të shikojnë këtë video mbasi të mbaruar ceremonia martore dhe të jenë vetëm të izoluar mes 4 mureve me dhimbjen e tyre? E keni menduar ndonjëherë në qoftë se do t'ju ndodhte ju një gjë e tillë dhe dikush do shpërndante videon e vllait tuaj apo një familjarit tuaj? Jo. Kur ndodhin aksidente të tilla, larg qoftë ndodhshin sa më rrallë për të rinë shqiptar e për të rinjtë e gjithë botës, nuk merret telefoni për të xhiruar. Nuk merret telefoni për të xhiruar, por rrihet në heshtje, përpiqet të jepet ndihma, organizohet për të dhënë ndihmën e parë, kështu veprojnë njerëzit. Nuk e di si veprojnë përbindçat, nuk e dija deri në momentin që më erdhi në inbox një pamje e tillë dhe pash se si veprojnë përbindçat. Përbindçat veprojnë kështu.